Kompleksi kullave të Bëletimve në fshatin Bëletim të komunës së Zveçanit, i ngritur në fund të shekullit të 19, tani shërben si vend banimi fortifikuar familjar i Bëletimve, që vizitohet nga mijëra qytetarë gjithandej trojeve shqiptare. Ky kompleks gjatë luftave që u zhvilluan u shkatrua 3 herë për gjatë viteve 1830, 1895, si dhe 2 herë gjatë dekadës së parë të shekullit të 20, përkatësisht në vitin 1908 dhe 1912. Ana perëndimore e këtij kompleksi është e rrethuar me mure mbrojtëse, me një terren të pjerrët, ndërsa pjesa lindore pa mur mbrojtës ishte e përshtatshme për vrojtim. Obori i kullave është i rrethuar me mur e i punuar nga gurët e gdhendur, me frëngji si dhe me një gjak. Kompleksi i kullave të Isajit, kulla e Bëletinit është e restauruar në vitin 2005 me iniciativë të Ministrisë së Kulturës. Gjatë restaurimit është ruajtur komplet origjinaliteti i kullës. Brenda kompleksit ju mund të shihni gurin e madh me vrimat e topave gjatë luftimeve që janë bërë. Pastaj është kulla e burrave dhe e grave. Kulla e burrave është e gjigur 6 herë. Për fat të mirë ka mbijetuar kulla e grave, e cila është ndërtuar para vitit 1912. Brenda saj, arkitektët kanë bërë disa ndryshime që patjetër janë dashur të bëhen, pasi ka qenë në gjendje shumë të rëndë para fillimit të punimeve. Kjo kullë ka shërbyer si shkollë fillore nga viti 1946 deri në vitin 1970. Në vitin 1899, Isa Bëletini hap një ndër shkollat e para shqipe në territorin e Mitrovicës. Më vonë i shkollon edhe fëmijët e tij, 9 djemë dhe 5 vajza.